staturës së zotit Kurti që ja bëri, ose profilit që ja ndërtoi Shtufi. Hajde ta hapim këtë për të shohim se ç'a mendon ti. Zotin Shtufi kemi qëndrime të ndryshme, edhe shkollat e kemi ndryshme, edhe politike. Unë jam më i majt se zoti Shtufi. Ka përshtypje që më i majt se ti ka qenë zoti Shtufi dikur. Ai ka qenë tjetër majtizëm. Kjo është një majtizëm evropian. Kjo është njerëzor, social-demokrat është. Janë pak rasueshme. Tendenca autokracie, nuk ka shfaq, nuk ka vizion. Nuk e shoh. 5 vjeçar në ka dëshmu. Sepse te rasti i presidentit. Ne kemi diskutuar edhe promë. Këtu, te zoti Arben Ahmeti. Sigurisht që Kosova, një vend i vogël, i polarizuar, edhe për shkak të historisë, edhe Kosovës i duhet një president konsensual, i cili nuk ka lidhje me partitë politike. Nuk është vështirë, nuk është lehtë me gjetë, po mendoj që duhet mu gjetë. Kosova ka është ofendim nëse thuhet që ne nuk kemi një kandidat tillë. Ne kemi, mendoj, tillë. Ne kemi profesor të mirë, kemi shkrimtar të mirë, kemi ambasador të mirë, të cilët kishin mujtë me bëj këtë punë shumë mirë. Një person i tillë, jo rastësisht kërkohet edhe në bazë të kushtetutës sonë, sepse hartuesët e kushtetutës kanë mujtë shumë lehtë me thonë zgjedhet presidenti, nuk ka shumë kompetenca me 61 deputet, me 50 pikne, edhe gjithçka kishte qenë më lehtë. Por se për shkak të rolit të presidentit si moderator, si nëse mund të them shumë një farë kontrolluesi i pushteteve, nëse po funksionon gjithçka sipas kushtetutës, për ata kërkohet në spektër më i gjon. Unë prita që po jap kundër argumentet për zotin Kurti. Jo, ndeshta më arsytu pse se kjo çështja jepi argumentet pro zotin, mendoj pse su pajtohet për zotin Kurti, zotit Shtufi. Po jo, absolutisht unë nuk e shoh zotin Kurti që është duke desht me ushtruar